Ministri i Punëve të Jashtme Glauko Njufca deklaroi të mërkurën se nëse një emër nga familja e heroit kombëtar Adem Jashari do të propozohej për president të Kosovës, kjo do të përbënte një konsensus automatik në shoqëri. Megjithatë, një kandidatur nga familja Jashari nuk pritet të ndodhë. Murat Jashari, në një prononcim për Vox Kosova, ka refuzuar mundësinë për të marrë postin e presidentit. Ai ka theksuar se familja Jashari i takon gjithë shqiptarëve dhe nuk duhet të përfshihet në kalkulime politike të zakonshme. Sipas tij, një përgjegjësi e tillë do të mund të merrej parasysh vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, si në rast të ndonjë lufte civile apo situate që kërkon unitet dhe sakrificë kombëtare, por jo në kushte normale politike. Runa Zot, ndaj luftë civile, ndaj rreziku të madh kombëtar, ku cënohet bërthama e kombit ton, atëherë kush jam unë mos me sakrifiku për këtë vend, ama jo me keq përdor emrin e familjes Jashari, theksoi ai. Kosova duhet ta zgjedhë presidentin e ri deri më 4 mars për të shmangur zgjedhje të tjera të parakohshme, pasi mandati të presidentes aktuale, Vjosa Osmani, i vjen fundi më 4 prill. Osmani aktualisht nuk duket se ka mbështetjen e mjaftueshme parlamentare për të rizgjedhur, ndërsa emrat të tjerë potencial nuk janë zyrtarizuar, ndonse afati po afrohet.